Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahut xhalla shanuhu. Salat dhe salamet qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjitha ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjithësie. Gjematit nderuar, vëllezër musliman, motra të nderuara muslimane, sonte do të flasim për historinë e Ejubit a.s. dhe mësimet që I nxjerrim prej kësaj historie. Profeti të cilin Zoti e dërgoi si model durimi është profeti Ejubi a.s. Ejubi a.s. është me prejardhet nga Ishaku a.s. e ky është I biri I Ibrahimit a.s. Kështu ai rrjedh nga familja e Ishakut a.s. Ku pastaj lidhet me Ibrahimin a.s. Të gjithë pejgamberët që erdhën pas Ibrahimit a.s. ishin nga pasardhësit e djalit të tij Ishakut. Profeti I vetëm që u dërguan nga familja e Ismailit a.s. është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ishakut I lindi një djalë të cilin e quajti Jakub, I cili njihet ndryshe edhe me emrin Israil. Sa herë që përmenden Benu Israilet, qëllimi është për pasardhësit e Jakubit a.s. Profeti Jakub a.s. kishte 12 fëmijë dhe profetët që u dërguan ishin nga pasardhësit e tyre. Ata vetë nuk ishin profet me përjashtim të Jusufit a.s. Dhe sigurisht që të tjerët nuk kanë qenë të dërguar, nuk kanë qenë pejgamber, nuk kanë qenë profet, sepse ata ishin prej atyre që kishin tentu me humb apo me mbyt vëllain e tyre, si dhe e gënjyen apo e rrejtën babën e tyre Jakubin a.s. Dhe gjërat të cilat nuk I shkojnë për shtati profetëve të Zotit. Allahu xhalla shanuhu Ejubin a.s. e rëndit si pasardhës të Ibrahimit a.s. ku në kapitullin El-An'am, ajeti 84, Allahu xhalla shanuhu thot: ne I dhuruam atij Ishakun dhe Jakubin, që të dy këta I udhëzuam në rrugë të drejtë, ashtu siç patëm udhëzuar më parë Nuhun. Ndër pasardhësit e tij ne udhëzuam Davudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musain dhe Harunin, kështu I shpërblem punëmirët. Ejubi a.s. ishte pejgamber dhe I dërguar I Allahut, gjë e cila ceket qartazi në Kur'anin Kerim, ku Allahu xhalla shanuhu thot: ne të furnizuam ty o Muhammed me shpallje, ashtu siç ne të frymëzuam ty o Muhammed me shpallje, ashtu siç frymëzuam me shpallje Nuhun dhe profetët pas tij, siç frymëzuam me shpalljen edhe Ibrahimin, Ismailin, Ishakun, Jakubin dhe bijtë e tij, Isain, Ejubin, Yunusin, Harunin, Sulejmanin dhe Davudin, të cilët I dhan Zeburin, pra Davudit a.s. Allahu xhalla shanuhu Ejubin a.s. e dërgoi në Sham, në një krahin të njohur me emrin Thoran. Veç kësaj, Allahu xhalla shanuhu Ejubit a.s. I kishte dhënë pasuri të panumërt, bagëti të shumta, sklever dhe qifligje, si dhe 14 fëmijë, 7 djem dhe 7 vajza. Ai gëzonte shëndet dhe forcë fizike dhe kishte shumë miq, shok e dashamir. Pasi ja kishte dhënë gjitha këto mirësi dhe begati, Allahu xhalla shanuhu Ejubin a.s. e sprovon duke I marrë ato dhe duke e lënë duar bosh. E gjithë kjo me qëllim që brezat e mëvonshëm të kenë një model durimi apo sabre.
Të gjithë pasuritë që ja kishte dhënë Allahu xhaleshanuhu i u shuan, i u shfarosën, derisa u shndruan në një fukara për të u mëshiruar. Të 14 fëmijët e tij, njëri pas tjetrit i vdesën. Një fëmijë po t'i vdes dikujt, nuk mundet me e përballu, siç ishte rasti me Jakubin a.s. kur i humbi Jusufi, saqë prej mërzisë dhe vajit të madh, ai edhe u verbërua. Po veç humbjes së pasurisë dhe fëmijëve, Allahu xhaleshanuhu Ajubin a.s. e sprovon me një smundje kogja të rëndë. Një smundje e cila e detyroi me ushtri në shtrat. Sëmundja ishte e tillë që mishi i binte copa nga eshtrat, apo nga trupi. Nga frika se mos sëmundja është ngjitëse, e braktisën të gjithë shokët me përjashtim të 2 shokëve të tij, të cilët e vizitonin kohë pas kohe, mirë po e vizitonin dhe bisedonin në një distancë nga frika se mos është sëmundje ngjitëse. Personi i vetëm që i shërbente ishte gruaja e tij besnike, Zoti qoftë i kënaqur me te. Ishte ajo që i jepte të haj, ishte ajo që i jepte të pi, ishte ajo e cila e lante dhe i shërbente me gjithçka. Ishte ajo e cila sakrifikoi të gjitha kursimet e saj që i kishte vënë më njanë. Kur ju harxhuan të gjitha kursimet, ajo filloi të punësohej tek tuk në për shtëpitë e të pasurve, për të siguruar bukën e gojës për me i shërby këtij të dërguarit të Allahut xhaleshanuhu. Kjo gjendje vazhdoi për 18 vite radhazi. Megjithatë, Ejubi a.s. nuk ankohej asnjëherë, por e përballonte çdo gjë me sabër apo durim dhe me dua ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Një ditë bashkëshortja e tij i tha: "Ti je profet dhe i dërguar i Zotit, përse nuk e lut Zotin e lartësuar ta largoj këtë bela që na ka kaplu?" Kjo pasi Ejubi a.s. nuk e kishte lutur Zotin asnjëherë që t'ia largoj skamjen dhe ta shëroj. Ajo që bënte ishte vetëm falënderimi dhe mirënjohja. Pasi e dëgjoi kërkesën e bashkëshortës, Ejubi a.s. i tha: "Sa vite kemi jetuar në luks dhe në të mira?" Bashkëshortja ju përgjigj: "Kemi jetuar 18 vite." Ejubi a.s. i tha: "Mua më vjen rana, apo mua më vjen zor ta lut Zotin derisa të jetojmë në skambje dhe vuajtje aq vite sa kemi jetuar në luks. Vetëm pasi të kenë kaluar 18 vite në sëmundje, do ta lut Zotin të më shëroj." Kur dëgjoi përgjigjen e Ejubit, bashkëshortja e tij i tha e mërzitur: "Deri kur do durojmë kështu?" Ejubi a.s. u inatos nga këto fjalë dhe u betua se do ta rrah me 100 kamgjik nëse do e shëronte Zoti i lartësuar. Si mund të kundërshtonte caktimin e Zotit një grua e një të dërguari? Më vonë situata u rëndua edhe më shumë. Kur njerëzit filluan që ta refuzonin bashkëshortën e Ejubit a.s. që të punonte, ajo një ditë prej ditëve e preu gërshetën e saj dhe e shiti, ku me ato, me fitimet e asaj shitje që i bëri, siguroi pak ushqim për Ejubin a.s. Ejubi a.s. insistoi dhe e pyeti se ku i ka marrë ato mjete materiale, ato pare,
nëpërmjet të cilave e siguroi këtë ushqim. Mirë, po ajo refuzoi që t'i përgjigje. Në ditën e radhës e preju dhe gërshetën tjetër dhe edhe atë e shiti për me siguru pak ushqim për Ejubin a.s. Me këtë rast, Ejubi a.s. kënguli që e shoqja t'i tregoj ku i kishte marrë ato ushqime. Në fund ajo u dorëzua dhe e hoqi shamin e saj nga koka, kur pa që gruaja e tij kishte prerë gërshetat për të ushqyer. Ejubi a.s. ju drejtua me këtë rast Zotit, por jo me lutje të drejtë për drejtë. Thot Zoti në Kur'anin e Kerim, kujtoje Ejubin kur ju lut Zotit të vet. Mua më ka goditur fatkeqësia e tije më mëshiruesi i mëshiruesve. Ejubi a.s. mund të ishte lutur në çdo kohë dhe e dinte se Zoti do t'ja plotësonte lutjen, por ai e preferoi durimin. Për këtë ai është bërë model për durimin, për sabrin, dhe sa herë që përmendet durimi, patjetër që do të shoqërohet me përkujtimin e emrit të Ejubit a.s. Allahu Gjeleshanu në kapitullin Sad, ajeti 41 thot: Kujtoje robin ton Ejubin kur ju lut Zotit të vet. Me të vërtetë më ka goditur djalli me mundim dhe vuajtje. Zoti e urdhëroi Ejubin a.s. t'i bjerë me këmbë tokës ku qëndronte mbi të dhe me njëherë shpërtheu një burim i ujit. Ne ju përgjigjëm, thot Allahu Gjeleshanu. Bjeri me këmbë tokës dhe aty do të dalë një burim me ujë të ftohtë për larje dhe pirje. Kapitullin Sad, ajeti i 42. Zoti i lartësuar e urdhëroi Ejubin a.s. të pinë nga uji i burimit dhe të lahet. Thonë dietarët islam. Pasi u la me ujin e atij burimi, i u largua sëmundja e jashtme, ndërsa me rastin e pirjes së atij uji, ju largua edhe sëmundja e brendshme. Kështu Ejubit a.s. ju kthye shëndeti, ashtu siç e kishte pasur para se të sëmurej. Pas pak vjen e shoqja e tij, e cila nuk e njeh. E shqetësuar, ajo pyet Ejubin a.s. i cili i duke sikur dikush i huaj, sepse nuk e njofke. Dhe i tha: mos e ke parë profetin e sprovuar nga ana e Allahut? Për Zotin nuk kam parë t'i ngjaj kush më shumë se që ngjan ti kur ai ka qenë i ri dhe i shëndetshëm. Ejubi a.s. duke qeshur e pyet: a nuk po më njeh? Gruaja e pyeti: kush je pash Zotin? Ejubi a.s. ja ktheu: jam Ejubi. Veç shëndetit Zoti ja ktheu edhe familjen. Thot Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu, Zoti nuk e shpërbleu vetëm Ejubin a.s. për durimin, por edhe të shoqën, e cila duroi bashkë me të. Zoti ja ktheu asaj rinin dhe i lindi Ejubit a.s. 28 djemë dhe vajza, duke u bazu në ajetin kuranor të kapitullin Sad, ajeti 43, ku Allahu Gjeleshanu thot: ne ja kthyem atij familjen dhe 2 herë më shumë dhe 2 herë më tepër, si mëshirë prej nesh dhe këshillim për mendarët, apo ata të cilët mendojnë. Zoti i ktheu pasurinë dhe të mirat materiale bashkë me shëndetin. Transmetohet se Muhamedi a.s. ka thënë: teksa Ejubi a.s. po lahej pa rroba në trup, Zoti dërgoi një re karkalecash, të cilët ranë pranë tij. Kur i pa Ejubi a.s. pa që ishin karkaleca nga floriri. Atëherë ai mori rrobat dhe filloi t'i mbush me karkalecat prej floririt. Zoti i tha: o Ejub, a nuk të dhash pasuri që të mos kesh nevojë për atë që shikon? Ejubi a.s. ja ktheu: sigurisht o Zot, por nuk ngopem me bereqetin tënd. Zoti i lartësuar u tregua i dhëmshur dhe i dashur edhe me shoqen e Ejubit a.s.
i cili ishte betuar se do e rrehte me 100 thupra apo shkopin, në qoftë se do në Zoti dhe e shërën. Dhe kështu Allahu Gjaleshanuhu ja lehtësoj dhe i tha Ejubit a.s. kaptina Es-Sad ajeti 44, merr me dorën tënde një tuf thuprash e bjeri let me to gruas tënde, dhe mos e shkel betimin tënd. Ne e gjetëm atë të durueshëm, rob të mrekullueshëm, ai kthehej vazhdimisht me pendes te Zoti. Pra Ejubi a.s. e merr një tuf me fije bari, ka këtë transmetime me fije kashte, 100 copa, sepse betimin e kishte 100 thupra dhe i merr që të gjitha për një herë dhe vetëm një herë e prek bashkëshorten e tij, vetëm për mos me e thy betimin që ja kishte dhënë Allahu xhalla xhelaluhu. Mësimet që nxjerrim nga historia e Ejubit alayhis salam. Durimi i vërtet në sprova të rënda. Ejubi a.s. u sprovua me sëmundje të rëndë, humbje pasurie, humbje familjes, por nuk u anhua dhe nuk u rebelua ndaj Allahu Gjaleshanuhu. Mësimi nga kjo është durimi i vërtet është ruajtës i besimit edhe kur sprovat janë të gjata dhe të dhëmshme. Ankesa vetëm tek Allahu Gjaleshanuhu. Ai nuk u anhua te njerëzit, por ju drejtua Allahut me respekt dhe përvëlsi. Mësimi është se kur sprovohemi, zemra jonë duhet të i drejtohet vetëm Allahut e jo krijesave të Allahut. Etika e lutjes. Ejubi a.s. nuk bëri lutje të drejt për drejt për me ja largu atë sëmundje dhe me ja kthy pasurinë dhe fëmijët. Mirë po, e bëri lutjen në mënyrë indirekte ndaj Allahu Gjaleshanuhu, pra e theksoi mëshirën e Allahu Gjaleshanuhu. Dhe mësimi nga kjo del, lutja e edukuar dhe e përulur është më afër pranimit. Allahu nuk e lë robin e durueshëm pa shpërblim. Allahu ja pranoi lutjen dhe ja ktheu shëndetin, familjen dhe pasurinë. Ne e shpëtuam nga ajo që kishte dhe ja kthyu familjen. Mësimi është se pas vështirësisë vjen lehtësimi. Sprovat nuk janë shenjë zemrimi, pra sprova e Ejubit a.s. ishte ngjitje në gradë, pra ngritje në gradë, jo ndëshkim. Pra mos e lidh gjithmonë sprovën me ndëshkimin e Allahu Gjaleshanuhu, sepse nga njerë Allahu Gjaleshanuhu robët e tij të sinqert i sprovon për me ngrit në grada më të larta. Mirënjohja në mirëqenie dhe në vështirësi. Ejubi a.s. ishte falënderues, si në pasuri, ashtu edhe në varfëri. Pra, mirënjohja e vazhdueshme është shenjë e imanit të fortë. Besnikëria dhe drejtësia në familje. Kur Ejubi a.s. u shërua, Allahu e udhëzoi që të ruante betimin pa drejtësi, pra me tuf bare. Mësimi nga kjo është se edhe në momente gëzimi besimtari nuk shkel drejtësinë. Ejubi a.s. si shembull për gjithë njerëzimin. Allahu thot: ne e gjetëm atë të durueshëm, sa rob i mirë ishte ai. Pra mësimi nga kjo është se durimi është virtyt që e bën robin të dashur tek Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ne e lusim Allahun Gjaleshanuhu që nga kjo histori e mrekullueshme e Ejubit a.s. dhe nga mësimet që burojnë nga kjo histori, ne të marrim shembull dhe t'i vendosim në praktik dhe të përafrohemi sadopak me durimin që e ka pas, apo sabrin që e ka pas Ejubi a.s. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.